Përshëndetje, përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar dhe për të ndarë ngjarjet më dinamike që ka ndodhur në shtëpinë e Big Brotherit me njëherë pas daljes së Luizit. Po fillimisht njëherë dua ta nis ditën e sotme me dashuri. Nata e mbrëmshme ka qenë një natë glamur. Ka qenë një natë e cila zbërtheu shumë pikpyetje, e cila zbërtheu shumë ndjenja dhe zbërtheu shumë emocion. Mateo dhe Brikena për herë të parë në këtë edicion e dhanë atë përqafimin dhe atë dashurinë të shumë pritur. Unë e kam thënë gjithmonë që Brikena e ndjen Mateon, por nuk është e sigurt, do me thënë të jepte mendimin sikur po luan me të, sikur po e përdor atë, sikur po ja merr ato momentet e bukura një djalit, por fatmirësisht nuk rezultoi që të ishte e tillë. Brikena natën e mbrëmshme tregoi krejtësisht tjetër njeri, tregoi krejtësisht tjetër vajzë. Përqafimi i shumë pritur shqiptar, unë kështu do ta quaj, përqafimi që ndryshoi rrugtimin në fakt të Brikenës, ishte një ndër përqafimet më të bukura që ndodhi në shtëpinë e Big Brotherit. Brikena Selmani, pasi që rrezikoheshte për t'u larguar nga shtëpia, unë kam thënë në Big Brother të shpëton ose një përqafim ose një puthje. Në fakt është sekreti i këtij formatit, por Brikena nuk e dha puthjen në kuadër të nominimit, më pëlqen, është femër stoike. Do të thënë dëshiron që gjëravet ju shkone vetëm deri në fund. Nuk ju afrua Mateos gjatë javës, jo sepse nuk dëshironte që t'i afrohet Mateos, jo sepse nuk dëshironte që të merret me Mateon, por thjesht do me thënë dëshironte që këtë nominim ta luftone vetme dhe të mos t'ju jep banorëve shkas që ato të flasin që Brikena këtë gjën me Mateon e mban në kuadër të lojës, në kuadër të interesit, në kuadër të përfitimit medial. Do me thënë, nuk e tregoi që nuk është një femër e tillë, e tregoi që nuk është një njeri i tillë. Përqafimi natën e mbrëmshme ishte shumë i ndjerë. Ishte një përqafim i gjatë, nuk ishte nga ato përqafimet e shkurtra vetëm për një përshëndetje. Ishte një përqafim tejet emocional, do me thënë ajo e shijoi dhe u knaq, por Mateo u shkri. Do me thënë Mateo kishte jetuar dhe kishte pritur vetëm për këtë moment. Unë sinqerisht uroj që ato ta vazhdojnë këtë rrugtim, të lidhen me njëri tjetrin, të dashurohen me njëri tjetrin, edhe pse unë kam qenë ndër të vetmit gazetar që besoja në këto dashuri. E besoja sepse femrat si Brikena janë pak të rënda për natyrën që kanë, jo se të rënda për gjën që ato nuk duan, do me thënë. Janë të rënda për natyrën që ato e kanë. Thjesht dëshirojnë pak ti lusësh, tu shkosh nga mbrapa, t'ju përgjërohesh në një farë forme, dhe ato me patjetër që duan të marrin kohën e tyre, duan të marrin vëmendjen e tyre, duan të marrin ndjesinë që ato duan të ndërtojnë me një djalë. Unë kam qenë i bindur që Brikena nuk dëshiron lidhje dashurie, do të thënë ajo gjithmonë që në momentin e parë kur ka hyrë, po që se të bëjmë një analizë pak më të detajuar, ka thënë që unë nuk kam dashnor dhe s'kam patur dashnor. Do me thënë Brikenën siç duket e pengon ky fenomeni të paturit dashnor. Dëshiron që lidhjen e saj ta çon direkte në një diçka më serioze, siç është ajo fejesa apo martesa. E provokuar në fakt nga Luizi për familjen, kemi përfolur një familje patriarkale, një familje pak të rëndë në mentalitet, por jo, nuk ishte një gjë e tillë. Brikena tregoi që familja e saj është shumë modeste, është shumë pro marrëdhënies, në qoftë se ajo ndjehet mirë, në qoftë se ajo ndjehet e lumtur, dhe në fakt mua nuk më jepte logjika, me thënë drejtën, një vajzë e cila përzidhet mis, një vajzë që ka një super trup, një nënë që ishte goxha e bukur, me pamje luksoze, me filera, me botoksa, si mundet të ketë një mendim për të izoluar vajzën e saj drejt një ndjesie dhe dashurie. Okej, këtu nuk dua të hedh në tokë edhe dajollarët e Brikenës. Flasim për një marrëdhënie kur Brikena ka qenë 20 vjeç,
është më se normale që familja të ndërhyjnë në një marrëdhënie në 20 vjeç me një djalë që e ka shkruar nga Shqipëria, nuk dua të bëj përçarjen, po domethënë kanë qenë këto fenomenet e familjes, por gjithsesi un pash dashuri. Natën e mbrëmshme pash një shkëndije emocioni që nisi pikërisht në analizën që un bëja. Domethënë kemi të bëjmë tani me datën 14 që un e kam përfol shumë, me patjetër që produksionin në të gjitha format do të mundoheshte që të lidhe një çift, do të mundoheshte që të krijon një ndjesi, arriti ta krijon ndjesin. Tani ndoshta me datën 14 Mateo Bori do të bëj për herë të parë propozimin e jetës së tij, më glamur që mund të ketë bërë në kuadër të dashurisë me Brikena Selmanin. Unë sinqerisht ja uroj me zemër Mateos që të arrijë të merr atë që ai e don. Gjithmonë kam qenë pro dashurisë dhe pro njerëzve të cilët kanë dashuruar me gjithë shpirt dhe vërtet, dhe shpresoj që Brikena të jetë ajo ëmbëlsira që do të vazhdojnë rrugtimin e tyre. Të gjithë ju që nuk besoni që Brikena do të shkrihet, unë mendoj që dashuria ka shkrirë akullnaj e jo më Brikenën. Do me thënë, gjërat e bukura duan kohën e tyre, gjërat e bukura duan momentin e tyre dhe gjërat e bukura duan guximin për të qëndruar besnik ndaj ndjenjes tënde njëherë pikës pari dhe më pas ndaj ndjenjes të vajzës tjetër për të arritur atë që do.